Deputeti demokrat Bledion Albati është paraqitur në ambient të Spakut, të hënën për të sqaruar rolin e tij në një incident të ndodhur gjatë fushatës elektorale të 11 majit në Bilisht. Ngjarja ka ndodhur me 3 maj, ku deputeti dhe vëllai i tij Altin Albati u përfshin në një përplasje me një shofer kamioni. Pamjet e mëvojshme treguan deputetin duke u ngjitur në shkallët e kamionit dhe duke goditur shoferin. Për këtë rast, vëllai i deputetit u arrestua dhe më pas u lanë në masën e detyrim paraqitjes, ndërsa Bledion Albati nuk u procedua më njëherë. Pas daljes nga Spak, deputeti deklaroi se është thirrur si person që ka dieni për ngjarjen. Sa i përket çështjes time, isha për të sqaruar situatën e këtij konfliktit banal dhe të stisur nga Niko dhe çerrat e vet në fushat, me synim cënimin e imazhit tim edhe cënimin e procesit zgjedhor. Deklarova si person në dieni. Ky nuk është rasti i parë që Bledion Albati thirret nga prokuroria. Në tetor të vitit 2023 ai është thirrur për një incident tjetër gjatë një seance ku goditi me grusht deputetin socialist Vullnet Sinaj. Ngjarjet e fundit risjellin në fokus tensionet e mëparshme të deputetit me kundërshtarët politikë dhe procedurat ligjore që lidhen me to.